Përshëndetje, sot kemi ardhur në Kalamaj të tajmë se të rritë të pushtojmë Skan TV. Bësh speaker, apo ja? Do japësh lajme. Dhe këtu bën lajme, pra që jemi në publiku. Ka dalë një intervista. Bravo. Po ti ke dalë njëherë? Po, për të thënë. Bravo. Sa do të bësh? Basketbolli? Bravo. Shumë mirë. Bravo. Atëherë, vim ku? Po. Vendim është diku aty. Ku është ajo që si kemi? Çfarë ore vjen Viola se do ta dim shumë mirë. Çfarë ore? Unë vi në orën 6:10 minuta. Pastaj futem te grimi. Pastaj vim në studio. Emisione ke bërë deri tani. Po janë shumë, si kam numëruar. Llogarit që në këto 9 muaj, përveç fundjavave, janë bërë çdo ditë emisione mëngjesi. 180 emisione në një sezon, gati, afërsisht. Sot dalim pak nga rutina jone zakonshme, sepse do kemi një emision special me fëmijë të mrekullueshëm. Nuk do të flasim për ekonominë edhe për tema hard, por do të flasim për mendimet e tyre, çfarë mendojnë ata, ku e shohin veten në të ardhmen, janë të gjithë shumë të sjellshëm dhe shumë të edukuar. Dhe unë do t'ju pyesja më një herë, apo i pëlqen eksperjenca në televizion? Cili nga ju do donte që të bëhej gazetar ose prezantues? Okej. Unë mu shëndon me jetë këtë vit, edhe jam klasë 3, e 3-ta gë. Unë mendoj që kur të vitem do bëhet basketbollist ose pëlqen shumë. Unë quhem Miri edhe kam qejf të bëj basketbollist ose gazetar. Unë jam 9 vjeç, unë jam 8 vjeç dhe mbus 9 vjeç në 6 qershor. Unë jam Wait, kam qejf të bëhesh kur të të bëj vitesh? basketbollist. Më pëlqen të bëhem doktor. Për çfarë arsye? Ken prindrit doktor? Jo, do të bëjmë kirurg zemre. Okej. Po na shëros domethënë. Faleminderit. Ne po kthehemi për në time.